25 vite, ka 3 herë në vetë vit. Pra ju vini prej më shumë se 2 dekadash këtu vit për vit në Durrës. Si ju duket në përgjithësi pushimet këtu? Mirë shumë. Këtë vit çfarë vini re ndryshe? Është çdo vit pastërtia shku. Jo so pastërtia vend, por pastërtia si njerëz vetëson, nuk gjunoj, apo nuk është pastër shumë. Në këtë periudhë është periudha më e populluar e vitit, krahasuar me periudhat e tjera kur ju vini, se thatë vini 3 herë në vit. Si ju duket kur plazhi është më i populluar? Mirë shumë. Qetësi, siguri, alo probleme s'kum pas. Është më thonë me prej dikush me marrë, këti lënë sa në çata, këtë çel skopën. Është folur këtë vit që nuk ka pasur shumë pushues nga Kosova, të paktën këtu në plazhin e Durrësit. Nuk e di çka është, unë përshop edhe kur kam qenë para 2 javë, ma shumë po ka t'ujt. Ma shumë t'ujt, ka Kosovar, po jo. Po pse? Nuk e di, po shkojnë kajona, ma shumë Shënxhen, Velipoj, ma shumë në Shqipëri, po. Pra vinë në Shqipëri, po shkojnë në plazhe të tjera? Po, plazh Lorë, në ato për Kaveri, jo. Nuk është më Durrësi njësoj siç ka qenë në vite më përpara që bëj turizmi patriotik mbase? Ka ndryshuar Durrësi, për të mirë ka ndryshuar shumë. Çmimet janë njëjtë, çmimet si në Kosovë, si këtë valloj s'ka dallim hiç. Çmimet si në Kosovë na që punojmë, çati janë si këtu njëjtë. Zonja, keni ardhur për të kaluar pushimet këtu në Durrës? Po vallai, ku marr me kalu pushimin bukur, qetë, me qetësu trunin pak, me këshirë që shpo m'pritni, që shpo m'dani, që shjo du. Nuk është hera e parë, besoj që vini, çfarë vini re? Jo, hera e parë në Shqipëri. Po. Po pse pas keni bërë mungesa ju? Po së di, që u plaka në Pleçnit, pendim mungesën shqiptarit që ku me shku me takshiri shqiptari jem ka është. Mi që po vjen për herë të parë, si të duket këtu në Durrës? Mirë, falenderoj shumë për Zotit. Po e shijon vendin këtu, çmimet, ushqimi, si të duket në përgjithësi? Po në të unë të ushqimet, çmimet njëjtë. Ka qkojsh njëjtë. Si në Kosovë, si në Evropë, si në Shqipëri, kejtë njëjtë. Por me jetu vështirë, dikush. Se në qose janë çmimet njësoj si në Europë, është që problem për këtu? Jo, mu s'mu vjen interesant, po më shumë i bojt tjerë, vate që kanë fëmije që janë këtu me një rrok të vogël. Pak vështirë. Vini rregullisht në plazhin e Durrësit për pushime? Po, gati se çdo vit. Si ju duket në krahasim me vite më përpara? Pak më ndryshe, më bukur, më mirë. Pse është bërë më bukur? Çfarë ka më bukur? Po është rregullu kjo këtu ku ecim, nuk dalim shumë në rrugës se sen. Po për sa i përket pastërtisë, qoftë plazhit, qoftë Bregdetit, si ju duket këtë vit? Po pastërtia është mirë, por vetë se mungojmë veset. Gjithërsa jo. Ka fjalë që ka më pak pushues nga Kosova këtë vit në plazhin e Durrësit. Këtë vend ku jem na ka më pak. Pse? Po nuk di tash gjithë për shembull më shumë shkojnë andaj. Edhe na që kemi marrë këtu kena hasë shumë pak kosovar. Po kështu në përgjithësi, kosovarët po e preferojnë më Durrësin apo po eksplorojnë dhe plazhet e tjera të Shqipërisë? Po tash do na kem qenë Durrës, kem qenë Velipoj, Shënxhen, si sana, kem qef çdo një vjet 2 me ndrru. Me këshir pak çish është anaj shok nej. Pra ju nuk e tradhoni Shqipërinë, po preferoni plazhet të ndryshme? Jo, unë që 15 vite vjen në Shqipëri.